Hoxha, kur në të ëndër për shembull, sidomos të shtëpiqe. Jo komentim të Allah. Isha në musë në bëj. Domethënë sidomos të trisë, se në mohon kur kush kjo ndodh. Nuk ndodh. Si çfarë? Domethënë nëse sheh ëndër duke bën marrëdhënie me një femër. A do të thotë kjo që je të bën marrëdhënie me ndonjë xhim femër? Jo se, nëse gjini deporton, në varet është e shet personin sa herë. Atë njëtin person që ka bën marrëdhënie, e shet sa herë në ëndër. Njëtin person. Jo, një herë. Ja. Se ka në hadith e l'ihtilamu min ash-shaytan. Me thonë marrëdhënie, me thonë ose derdhja, me thonë, është prej shejtanit është. Është prej shejtanit është. Mirë po, nëse ti në ëndër e sheh një femën njëjtë, me thonë në 2-3 natë, për shembull e sheh njëjtin figurë, domethënë njëjtin femën e sheh, bën marrëdhënie me to, kjo tregon se është gjini dashurum. Edhe kjo do të më lexoj kjo. Nëse është në këtë mënyrë, sikur që tregova. Nëse nuk është, e sheh për shembull 2-3 vjet në jarë, sheh për shembull në kësaj rasti, kjo s'do më thonë, kjo është shejtanit. Ne pyetja tani edhe pak me këtë, do thonë ka dikush që më ka ndodhur, që vetë rive do thonë që do thonë padyshim që nëse stakfurullah do zban ai djalin në aspekt me bo masturbim, që shbajnë do thonë tema ndryshme që vetë pyetje që nuk shtenderume. Po do thonë, mbas të çosh për gjumit ti nuk e pa asodra s'u javë që do thonë është do thonë që ke Ja, kjo po shoh. projekt tani salete. Edhe ajo do të thonë, që asodra nuk ças kurrë, po më faktikisht do thonë kjo mos është pranë se Allah të mulirun në aspekt gjendja e djalit në aspekt se normal që është beqarit, s'është i martuar. Këtë pyetje për shembull është më shumë për mjek se sa për hoxh. Se kjo ka mundësi për shembull ndonjë njeriu kur është në momentin për shembull pubertetit. Ka hyrë më shumë. Kjo ka mundësi për shembull, kjo është një prej alameteve tregon se ka hyrë për shembull në bylyk. Ama nëse i ndodh, ka raste për shembull persona që nuk i kujtohet për shembull ëndra kur çohet. Ka sheh për shembull kur është ngres. Nuk ka ku më ditë, thash unë ihtilamu min ash-shaytan, që ka në hadith, më thonë derdhja për shembull ose dalja e spermës, do të thonë është prej shejtanit, edhe në këtë rast çosh lash edhe kur gjë tjetër. Edhe Allahu billahi min ash-shaytan, libë mbrojtje. Allahu subhanahu wa taala. Kjo është domethënë